Libri titullohet Hana. Hana. Po, edhe është I bazuar në një ngjarje të vërtetë, ngjarje një vajzës shqiptare, edhe që trajtohen tema të ndryshme siç janë konfliktet ndërkulturore, racizmi, dhuna në familje, dashurie ndaluar e kështu me radhë. Çfarë do thotë, flasim pak për këtë fundit, dashurie ndaluar. Si e ke parë ti këtë pjesën e dashurisë ndaluar? Po, historinë e Hanës unë e kam mësuar para 12-13 viteve. Është reale? Reale. Hana? Emrin do me thonë unë e kam ndryshuar. E ke ndryshuar, po është një personazh pra që është I bazuar në ngjarje të vërteta, vërteta një vajzës shqiptare, do me thonë është I përshkruar në këtë libër. Atëherë, të jemi më konkret për shikuesit tonë. Një vajzë në Zvicër apo jo? Në Gjermani. Në Gjermani. Ngjarjen e kam tërhequr në Konstancë të Gjermanisë sepse Konstancën e njoh më shumë si qytet, edhe me përshkruar qytetin ishte më e lehtë për mua. E më thuaj pak si ka ndodhur kjo ngjarje reale në Gjermani te një vajzë shqiptare dashurie ndaluar. Po, Hana kishte fatin të dashurohet me një gjerman. Po. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2000. Edhe atëherë ishte koha e mas luftës e Kosovës, edhe shqiptarët ishin ende me ato traditat, përruajtjen e gjuhës, traditës që fëmijët e tyre të lidhin një martesë vetëm me shqiptar. Ndërsa Hana ishte në një konflikt me veten, të respektonte dëshirën e familjes apo të vendoste për fatin e saj, për dëshirën e saj. E çfarë veproi Hana në këtë rast, vajza shqiptare në Gjermani? Vajza shqiptare në Gjermani e bëri të hapur dashurinë e saj për gjermanin, për djalin gjerman, dhe kështu rrjedhin edhe disa ngjarje tjera që unë nuk isha dashur t'i zbuloj. Çfarë do thotë kjo? Ngjarje tjera që s'kam me zbulu. Janë edhe intriga që konflikte ndërkulturore, pastaj Atëherë, Fatmira, të lutem, se me qenë se ke ardhur këtu për këtë arsye, unë besoj që është ideale me qenë se edhe ja ke ndruar emrin. Me qenë se edhe s'po dihet se për këtë po flasim, thjesht është një ngjarje vërtet, me tregu më specifikisht, më me hollësina, më me detaje, nuk është një problem. Me qenë se se kemi direkt, për shembull, për Fatmirën fjala vjen. E kemi të ndruar. Unë e kam provuar që t'i sqaroj disa arsye, siç është migrimi I shqiptarëve, arsyeja pse shqiptarët janë larguar nga Kosova, pastaj luftrat dhe dhunat që janë ushtruar ndaj popullit shqiptar, edhe ajo që ka ngjallë tek shqiptarët që të ruajnë më shumë traditën dhe kështu kemi shpëtuar pa u asimiluar. Edhe kjo ishte dëshira e prindit e babait të Hanës që të ruante ende kulturën, traditën shqiptare, gjuhën. Po, kurse ndërkohë vajza shqiptare në Gjermani u dashuroi me një gjerman. Me një gjerman. Pra I dashuri shumë e madhe mes tyre. Një dashuri e madhe mes tyre. Babai I Hanës në këtë rast thoshte jo, nuk duhet ta marrësh, ishte kundër pra. Po nuk ishte vetëm babai I Hanës, ishte edhe nona. Edhe familja e gjermanit. Edhe gjermanit ishte. Në këtë rast ishin dy familjet kundër. Dy familjet ishin kundër. Çfarë ndodhi mes çiftit pastaj? U bashkëtuan apo momentin që familja e Hanës, babai I Hanës e kupton se Hana është bashkë me gjermanin, atëherë ata e mbyllin në shtëpi, detyrojnë të lojnë edhe punën, e dërgojnë në Kosovë, provojnë që ta martojnë me dhunë. Edhe kështu rrjedh ngjarja. Atëherë. Kjo ke ngjarje e vërtetë. Ngjarje e vërtetë është ndodhur në Gjermani. Fatmire, se na duhet me dhënë disa mesazhe që mos më ndodhë përsëri këto gjëra. Babai shqiptar, që nuk e dim kush është. Nuk ka nevojë me tregu se kush është. Në libër e kam paraqitur si familja Shala. Ju kërkoj falje familjes, por ishte një vjemë. Por nuk është familja Shala. Jo. Atëherë, në libër është paraqitur një tjetër emër, familja Shala ka plot, por nuk personalizohet askush. Babai shqiptar, vajzën mos me lanë me gjermanin, pra, me u martu apo mu dashuru apo me bashkëtu, e ka marrë vajzën, e ka nguju në shtëpi. E ka detyruar me lanë punën, e ka detyruar me lanë punën, e ka marrë e ka çuar në Kosovë. Po. Atje ka tentuar me martu me zor me dikë tjetër. E ka feju në fakt. E ka feju me dikë pa dashuri. Pa dashuri. E si ka rrjetur pastaj? Hana ishte kundër, babai I saj nuk e pyet dhe e kam përshkruar një ngjarje aty kur momentet kur Hanën e kanë dërguar, kishte mu shëtit edhe e kanë takuar me atë djalin e Kosovës edhe familjen e tij, ndërsa ai sa ju ka duk vetja sikur me një pazar. Po, si më dal. Po, domethënë edhe bëhej pazar me jetën e saj. Po, si më dal me shit. Po, ajo edhe shprehet në atë moment se kur dalish në pazar të paktën e kije mundësinë që të zgjedhësh dhe të lesh atë çfarë dëshiron, ndërsa këtë nuk e pyeste askush se çfarë dëshiron. Por vendosej nga ana e prindve për fatin e vet. Dhe fejuan me djalin. Po. Vazhdon jeta me to apo janë divorcuar?
pastaj ti po dëshiron të dalësh nga fundi i librit, unë fundin s'dua ta tregoj. Me lanë surprizë për ata që e lexojnë librin. Si që pastaj nuk mbetet korreshtja për ta Atëherë, lexuar. s'po dalim të fundi. Jo të fundi s'po dalim. Okej, fejesa a është martesa, Nuk ndodh martesa. nuk ndodh martesa. Jo. Hana në këto momente, a është me Gjermanin apo me shqiptarin? Hana me Gjermanin çdo herë. Me atë që ka pas dashur në fillim. Po. Janë pajtu familjet me pak fjalë apo jo? Sot. Jo, nuk janë pajtuar. Nuk janë pajtu, as Gjermanit, as shqiptarja. Jo. Okej, e mbyllim këtë kapitull me kaq. Ju që jeni kurreshtar me ditë historinë e Hanës vërtet, e bleni librin e Fatmire Sopa me titull Hana dhe e shikoni të vërtetën e kësaj historie reale e një familje shqiptare dhe një familje gjermane në Gjermani. Atëherë, pjesa tjetër cila ishte përveç historisë dashurie e ndaluar. Ishte edhe, domethënë, racizmi që bëhej në baza ngjyrës së fytyrës, gjuhës, që kjo Dhe të religionit Po. pasaj. Ka ngjarje të vërtet? Po. Në Gjermaninë me shqiptar lidhje apo e ki marrë të përgjithshme? E kam marrë edhe në mënyrën e përgjithshme, kam përgjithësuar këta, mirë po pastaj sa i përket ngjyrës së lëkurës, ka qenë edhe shoqja e Hanës e cila ishte lëkurën e kishte të kaftë, edhe ajo shpesh herë është trajtuar në mënyrë racore për shkak të ngjyrës së lëkurës. Në Gjermani. Në Gjermani. Pra, shoqja e Hanës në këtë rast Po. ka qenë me ngjyrë Po. dhe është bullizuar dhe është përqeshur nga pjesa tjetër e shoqërisë apo jo? Pikërisht, po. Nga pjesa gjermane apo nga pjesa shqiptare apo si? Nga shumica gjermane. Nga shumica gjermane. Pastaj Hana edhe kjo trajtohet në këtë mënyrë për shkak të akcentit të gjuhës, sepse kjo nuk ka lindur në Gjermani për ka ardhur më vonë, edhe nuk ka mund që ta flas gjuhën ndoshta me atë theksin e gjermanëve, siç e flasin edhe gjermanët, edhe kjo shumë herë është përqeshur për shkak të akcentit të saj, mirë po sa i përket shoqërisë shumicën e rasteve ishte e pranuar mirë shoqërinë gjermane, edhe punonte në bibliotekën e qytetit të Konstancës. Tani këtë lloj bullizimesh, Fatmia, ndodhin në gjithë Gjermaninë apo ndodhin në disa vende ndoshta, se jo në gjithë Gjermaninë mund të jetë kjo jetë që po e ke përshkruar në librin. Unë e kam pritur 10 vite për ta botuar librin, sepse kam menduar që ndoshta një temë e tillë nuk është më aktuale dhe nuk është interesant. Mirë po kur fillova të punoj në aspektin e integrimit, nxyrën e integrimit, atëherë e pash që kjo temë jo vetëm të një shqiptar, të zvicranet, por në shumë kultura tjera është ende aktuale dhe një temë tabu mund ta them. Ti punon nxyrën e integrimit. Nxyrën rajonale të integrimit, kantonin e Sangallës. Me këtë person që je njoftu para 12 vite, që ke ndëgju për këtë histori, a jeni njoftu rreth punës në nxyrën e integrimit? Jo, unë isha në Gjermani për vizitë dhe aty isha në park duke u shëtitur edhe zakonisht ne shqiptarët kur flasim shqip atëherë i afrohem njëri tjetrit, bisedojmë edhe kështu rastësisht ka ndodhur krejt.